Në pikën kufitare konsul sot me urdhër të Albin Kurtit u ndalua një tjetër polis serb nga Strelica i komunës së Kamenicës, njoftoi zyra për Kosovë dhe Metohi. Sipas njoftimeve bëhet fjalë për një familjar i cili është i punësuar në departamentin e policisë në Vranjë dhe kur udhëtuar pa ndërprer midis Kamenicës dhe Vranjës për vite me radhë. Zyra për Kosovë dhe Metohi ofroi atij ndihmë ligjore dhe të informoi përfaqësuesit ndërkombëtar për një tjetër dëbim të paligjshëm të një serbi të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ky është rasti i pestë i përsekutimit të motivuar politikisht të serbëve në ditën e fundit. Dragisha Milović, kryetari i listës serbe, tha se ftesa e zyrës së prokurorit special drejtuar përfaqësuesve të asaj partie është vazhdim i fushatës kundër popullit serb dhe se është dërguar një mesazh se kushdo që ishte në protestat e dhjetorit të vitit 2022 mund të akuzohet për sulm ndaj rendit kushtetues të Kosovës. Milović i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare që të ndalojnë përsekutimin e serbëve nga Kosova dhe kësaj se populli serb nuk duhet të diskriminohet. Ai konfirmoi për ditarin e mëngjesit të radio-televizionit të Serbisë se seanca demigjore e kreut të listës serbe Zlatan Elek, e cila ishte planifikuar për sot, është shtyrë për shkak të smundjes së avokatit. Kryetaria e delegacionit të Serbisë në Këshillin e Evropës, Biljana Pantić Pilja, vlerësoi se pretendimet e shefit të diplomacisë malazeze Ervin Ibrahimović se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është prioriteti politikës së jashtme të këtij vendi është një deklaratë e rrezikshme që minon sovranitetin e një vendi dhe nuk kontribuon në bashkëpunimin rajonal. Ajo shpreu bindjen e saj se ky nuk është qëndrimi i gjithë qeverisë e as popullit të Malit të Zi dhe se Podgorica zyrtare duhet të ndihmojë në mbrojtjen e komunitetit serb në Kosovë dhe në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Komentuesi dhe publicisti nga Mali i Zi, Perica Gjaković, vlerësoi se qëndrimi i ministrit Ibrahimović për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës mund të dëmtojë marrëdhëniet me Serbinë dhe se kjo tashmë ka shkaktuar shumë dyshime në publik dhe në qeverinë malazeze. Profesori së drejtës europiane nga Prishtina, Avni Mazreku, vlerësoi se mbështetja e Malit të Zi për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës duhet të interpretohet si çështje konstruktive ndaj fqinjeve të saj në rajon, por edhe ndaj qëllimit kryesor të këtij vendi për antarësim në Bashkimin Evropian. Historiani Bogdan Živković tha se deklarata e ministrit Ibrahimović ishte një gjesht në sy të Serbisë dhe se ajo vjen nga një rreth politikanësh dhe partish që kuptojnë sovranitetin e Malit të Zi ekskluzivisht si sovranitet nga Serbia. Zëvendës kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Besnik Bislimi përfundoi dëshminë e tij në Prokurorinë Speciale në lidhje me rastin e dhënies me qirate fabrikës së përpunimit të mbeturinave shtazore, e cila është në menaxhimin e Ministrisë së Bujqësisë. Pasi doli nga ndërtesa e Prokurorisë Speciale, Beslimi nuk dha deklaratë për gazetarët, por më vonë konfirmoi në një postim në Facebook se ishte i thirrur si dëshmitar dhe deklaroi se pyetjet që ju bën nuk ishin adekuate. Beslimi pretendon se informacioni që ai paraqiti është lehtësisht i disponueshëm për prokurorinë dhe se nuk kishte nevojë për dëgjimin të tij, qëllimi se cilës si thot ai ishte vetëm të krijonte një skandal mediatik. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, tha se Kosova është në një bllokim politik pa rrugdalje dhe theksoi se deklaratat e presidentëve amerikan dikur ngjallnin shpresë, ndërsa deklarata e fundit e Donald Trump për marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë ishte ndryshe. Në një botë ku konfliktet janë të mëdha, fjala e Trumpit duhet marrë shumë seriozisht, por logjika vetëvendosës është krejtësisht e ndryshme dhe baza e saj është frika. Ky lloj sjellje nuk është pjesë e doktrinës politike shqiptare, thekson Behrami. Agjencia e privatizimit e Kosovës njoftoi se objekti i kompanisë Jugo Dervo ku ndodhet biblioteka e qytetit Vuk Karadžić në veri të qytetit të Mitrovicës përfaqëson pronë shoqërore dhe si e tillë është në menaxhimin ligjor të agjencisë.
Në njoftim thuhet se objekti në fjalë është përdorur pa kontratë deri me tani dhe se kap nuk mund ka mandat për të licencuar ose kufizuar funksionimin e bibliotekave, aktiviteteve arsimore ose tregtare. Thuhet se agjencia është duke pritur përgjigjen e përdoruesit në pyetjen e se dëshiron të nënshkruajë kontratën për përdorimin e kësaj hapësire. Moti nesër do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë, pasdite do të ketë zhvillimet e forta të vranësirave në male dhe në disa vende me shira lokale dhe bubullima, do të fryjë redop dhe mesatare nga veri perëndimi. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 14 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 30 deri në 34 gradë Celsius.